shikues nderuar televizionit Klan Kosova. Me 19 maj u takuam fillimisht së bashku në këtë studio, për herë të parë në fakt së bashku në këtë studio. Sonte me 29 dhjetor po takohemi për herë të fundit për vitin 2014, apo vitin e ngërçit që u quajt nga shumica. Viti ngërçit, viti i jo punës, i jo shumë zhvillimeve, mirë po jo për të gjithë. Ne këtu në Klan, edhe pse ka qenë një viti ngadalshëm për shumicën e kosovarëve të përfshirë dhe qeverinë e vendit, kemi punu shumë. Kemi punu vikendeve, kemi punu ditën, natën, me orare të stërzgjatura, herë kemi bërë një punë të mirë, herë një punë, jo edhe aq të mirë, po kryesorja është nuk kemi ndalur. Unë, së bashku me ekipin tim, në fakt, dua të them që unë, si që dini, nuk jam me vetme. E kam një ekip të tërë prapa meje. Gjatë kohës sa jam këtu në Klan, kam taku njerëz të mrekullueshëm, të cilët kanë mri me bo këtë emision që u bën ta 7 muaj dhe të cilin jemi së bashku çdo të hënë. Prapa kamerave janë disa kamerman, disa djemë të mrekullueshëm, profesionistë më të mirë të kësaj fushë. Në anën tjetër kemi regjin, teknikën atje, Valon Hasan Rama, Valon Morina, Florenti, të tjerë me ratë që gjendën mrapa, tonista, ndriquesit, gazetarët, Merita, Valoni, ata që ndoshta për një storje prej 2-3 sekonda për të transmituar për ju shkojnë në çdo cep të Kosovës. Dhe për fund, por jo më pak i rëndësishëm, për të mos thënë më i rëndësishmi i këtij emisioni, ka qenë Gazmend Sylla, producenti i emisionit, shoku, miku im dhe tutori im gjatë gjithë kësaj kohe. Pra ndaj, Gazit, si shok që e kam, si koleg që e kam nxjerrë një punë sot. E kam ftu që së bashku me mua të bëj prezentimin e emisionit të fund vitit dhe të bëjmë një përmbledhje të asaj që kemi punu së bashku gjatë gjithë kësaj periudhe kohore. Gaz, mirë se erdhe në emision. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi ti jesh këtu. Unë po them mirë se erdhe dhe pse zakonisht je gjithmonë i pari para meje këtu, kështu që nashta me thonë unë e ty mirë se gjeta se sot po më duket kemi marrë të dytën kohë dunë dhe pja nisim qysh duhet emisionit bashkë për fillimit. Sot me që është fundi i vitit edhe është një zakon me paqa kemi bërë gjatë gjithë vitit, kemi përgatitur një përmbledhje të emisioneve. Mirë po në anën tjetër kemi bërë dhe disa kronika shumë interesante që pasqyron se si qytetarët e Kosovës e festojnë vitin e ri, apo në çka harxojnë më së shumti qytetarët e Kosovës. Kemi disa kronika shumë interesante për të parë se ku shkojnë paratë e kosovarëve. Mirë po para së gjithash, me Gazin kemi bërë, Gazin dhe ekipin në fakt kemi bërë një përmbledhje të komplet emisioneve. Kemi përmbledhjen e sezonit të parë. Gaz, para se me shku me pa përmbledhjen e sezonit të parë, po du me të pyet fillimisht cilat janë përshtypjet e tua për ditët e para të emisionit që kemi punu bashkë. Qa me thonë tash është njëri prej projekteve ma vështira që ka fillu, cilin e kom fillu në karrierën time disa vjeqare, 5-16 vjeqare të gastaris, po me thonë drejten, kam pas shumë dilema, shumë dyshime, shumë, po tashti, qysh e the edhe ti, 9 muaj ma vonë, unë po befasona për të mirë, për çdo ditë e ma shumë, qka kem rri ti me bo me ekipën tane, edhe unë aty dikun edhe krejta njerë që i përmende. Edhe derisa e bona këtë përmbledhjen, thash që ka qenë një punë e cila është pak ma ndryshe se sa puna e lajmeve cilën unë e bëj gjatë gjithë kohës. Është një emision që shkon njerë një javë, po që donë shumë angazhim. Qka të kujtohet prej fillimeve ditëve të para, diçka, ki diçka në mend, kështu që se mu më ra diçka në mend, po du me nda, po njerë po të pys ty. Jo, unë kur i kom pa emisionet që e kom pa këtë përmbledhjen e krejt, gjithçka më ka shku në mend kur ne e banim lafin të mbledhja e javës, qka ka me konë emisioni edhe 2 ditë para se me ardhë koha me realizu, ti dhe ishe s'pon pëlqen kjo, edhe dhe shke me ndru më bandeja. Edhe kjo konë faza ma e rëndë, se nuk është let me ndru, ndoshta ati e ki pak ma let me mendu se nuk vjen nga fusha e gazetaris direkt, edhe pse ta është e kysh shumë thellë në këtë punë, po fillimin ka qenë, s'po thomi të merë shumë në komunikim, po ka qenë shumë i vështirë me ty, e di që Derisa e kemi gjetë rrugën kështu. Po edhe këto flokë që më kanë zbarë, dhe e kishë më kanë zbarë në këtë kohën prej që fillimi i punës me ty, po... Ama e kom zavencu mindilin, Drenusha Gjara mindilin ma ka bo aposaçërisht për ty, që resa mirë së të dokesh. Drenusha Gjarës i shkon një falenderim i veçan, po edhe ty që të ka ranë men, është tjera e parë që janë gjesë.
E bajsh me shëndet, e bajsh me shëndet. S'kom qore po pajtu, kur ti po thu që duk na mirë, edhe këta djemë thanë që po duket mirë, sigurisht që është mirë. Po du me nda veç një detaj prej emisionit parë, krejt parit, më kujtohet që stres, fillim, s'dishim qka po bohët, qysh po bohët, përveç bërtimës batonit, baton Haxhiu që ma boni me fillim, hala pa e fillu mirë emisionin, të lene ke transmitu edhe live, po më vjen men që si erdha në emision e parë që i kom harru këpucat. Mysafir të kishin ardhë krejt këtu, unë kom harru me i marrë këpucat. E di që ka qenë që janë një farë të lovije shumë e madhe, deri sa u aranzhu. Mandej se cilin emision kemi bo gabime, mandej kemi mësu vetë prej tëne. Po du me undalë edhe të një pjesë me që lidhet me sezonin e parë, të koha e korje shirjeve. Kër e bëllëm emisionin për korje shirjet. Ta që kemi në përmbledhje, apo ju të regon shikuzve cili ka qenë komenti t'i parë, masi që i ke pa gjirimi që i kom bo në fush, në ara, kur kom dalë për emision për korje shirjet. Po e shohen të storja, po dyqysh unë kom punu vetë korje shirje si i ri, sepse në familje kena pas tokë edhe di që e don një vesh pak ma ndryshe, e don një pun pak ma volumonoze, e don një angazhim, ndron gjithë shka ku shkon narë. Duhesh me ju përshtat ati që udheq kombajnin edhe motët, kur unë po të shoh ty me syza aty në arë, me veshën, saltanatin ma të mirë të shapë. Mbyke djelin sy, nuk mu isha mu koncentru. Po, ke mujnë me marë syza tjera që janë syzat punës, e jo... Syzat punës, mi bleni parë për ditëlindje. Spëzgjasi ma tepër, juftoj të ndjekim së bashku një përmbledhje të sezonit të parë, të ditëve që nga fillimi e deri në përfundim themi në fillim të korrikut, më duket mos gabofsha kemi përmbyllë sezonin e parë, pastaj kthehemi në studio për të vazhduar diskutimet rreth asaj se sa shpenzojnë kosovarët dhe çka shpenzojnë gjatë festave të fundvitit. Qëndroni me ne. Çka është ekonomia për ju? Adding value. Export. Bazamenti i zhvillimit. Kjo promo i kushtohej një emisioni të ri që po bëj gati për të startuar në Klan Kosova. Shikues të nderuar televizionit Klan Kosova. Jemi këtu në studion e emisionit E2 për të diskutuar për ekonominë me mua Isabela Berisha. Autorja këtij prodhimi medial ja vuri vetës një qëllim. Do të jetë që ekonomin ta bëjmë të kuptueshme dhe më interesante, atraktive për ne njerëzit mesatar. Emisioni i parë që nisi në maj trajtoi gjendjen e ekonomisë kosovare në 25 vitet e fundit. Fillimit e para jonë në eksploatimin e pasurive nëntoksore. E2-shi erdhi me një risi duke futur brenda vetës hulumtime të opinionit. Me që vendi po hynte në një fushat për zgjedhjet e parakoshme, emisioni nuk mundi të mbetej imën ndaj këtij zhvillimi. Qysh në edicionin e dytë në studio u fola për planet dhe premtimet ekonomike të dy partive kryesore në vend. Ta kanë fillu me thirë bizneset një fond që s'ekziston, një fond që është krejtësisht i pasigurt. Të gjithë bizneset e Kosovës që në ngu që me këto kamata është shumë problem të zhvillohet ekonomia e Kosovës. Këtu u pa se PDK dhe LDK kanë dallime të thella për sa i përket kësaj fushe. Ka hyrë në deficit me 400 milion euro. Ne sot kemi një rritje ekonomike vjetore për 2.5%. Ekonomia u përzi me politikën edhe në edicionin e tretë, ku ftuan partitë politike. Nuk ka vend në botë që është zhvillu pa e zgjidhur problemin e energjisë. Premtimet që u bën këtu për ringjalljen e energjetikës në vend, ndërtimin e termocentraleve të reja dhe prishjen e të vjetrave u vlerësuan të pasinqerta nga ekspertët e fushës. Vjen keq të njoftoj se asnjë nga partitë që e merr këtë pushtet në këtë mandat nuk do të arrijnë ta bëjnë këtë. Zgjedhjet u mbajtën më 8 qershor dhe me njerë pas këtij obligimi, kosovarët filluan të mendojnë për pushime. E që qeverinë në një farforme e kemi në pushim, dhe tashmë është koha e pushimeve verore, sonte do të shkojmë në pushim. Reza e nuhati një gjë të tillë dhe vendosi të shkojë para në Shqipëri për të treguar se çfarë ofrohet atje. Ajo nuk nguroi të shijojë edhe gullashin e Durrësit, gjë që nuk e bën shpesh në Prishtinë. E mes në verë Kosovës i kthejnë shumë bashkëdetar, E2-shi ja kushtoi një edicion të tërë këtyre të fundit. Paratet të cilëve të dërguara në vendlindje vlerësohen si infuzion i madh për ekonominë e shtetit. Me kursy atje edhe marrë me investu. Anash nuk u lan as gratë që bëjnë biznes. Autorja, duke qenë se vetë është e tillë,
e mori shumë për zemër këtë emision. Siç ka thënë Margaret Thatcher dikur, nëse dëshiron të flasësh për diçka, drejtoju një mashkulli. Mirë, po nëse dëshiron të veprosh në diçka, kërkoj atë nga një femër. Këtu u kuptua se gratë, megjithatë, nuk munden pa burra. Nuk besoj asnjëherë që asnjë femër do të ishte e suksesshme në biznes që mos ta ketë përkrojën qoftë burrit, qoftë familjes. Ndërtimi këtyre dy autostradave dhe shpërndësimi i tokave ka kalojnë ato i kushtoi shtetit 1.6 miliard euro. Projekte të mëdha të ndërtimit të rrugëve të mira në Kosovë nuk u lan pa u trajtuar te emisioni i ekonomisë në Klan Kosova. Një mend jemi të obsesionuar pas ndërtimit rrugë. E duket se shifrat e larta për çmimin e ndërtimit të autostradave e goditën Nikoqirën e emisionit, pasi ajo bëri një lidhje interesante të parave, vrapimit, përfitimit financiar dhe firmës ndërtuese Bektelenka. Nëse pjesëtojmë 600 milionë me 60 kilometra, na del që 1 kilometër të kushtoj rreth 10 milion euro. E të gjithë që vraponi ka 10 kilometra në ditë, me tarifat të Bektelenkës do të fitoni rreth 100 milion euro për vrapin e juaj. Emisioni i fundit i sezonit të parë ju kushtua korrjes së grurit, pasi tashmë po afrohej korriku. Këtu mësua prej ku blen Kosova grur. Në 85.000 hektarë që janë të mbjellur me grur, i bie që Kosova të presion nevojë deri në 75% deri në 80%. Erëza edhe kësaj radhe u tregua veçantë, kur zgjodhi që në ara të dalë me një stil të veçantë luku. Pamë së bashku një përmbledhje të sezonit parë, në fund të emisionit do kemi përmbledhje të sezonit të dytë. Gazetarët Valoni dhe Meritara kanë përgatitur që përmenda disa kronika kemi në lidhje pra me shpenzimet e vitit të ri, me ato se si sillen, në fakt cila është sjellja e qytetarëve të Kosovës për festën e vitit të ri, ku shpenzojnë ata, çka bëjnë ata për vitin e ri. Mirë po fillimisht, pa folur të shpenzimit, dëgjojmë ata, kisha thonë mas pari se ku e kalojnë vitin e ri, ka sa shpenzojnë edhe çfarë përshtypje kanë ata për vitin e ri. Në familje, po 5-6 euro, po. Na pensionerat, s'ke mundësi më shumë. Vitin e ri me familje, si çdo herë kemi traditë, ditën e parë, ditën e dytë, shpresojmë. Nuk kemi vendosë ende. Pak ma e veçantë është kjo ditë, kjo natë, edhe shpenzojmë normalisht dëfishin e shpenzimet përditshme. Me familje gjithanet. Për këtë fest shumë pak. S'kem qa me shpenzu. 2 Coca-Cola, 2 Fanta, shtapiqa smoka dhe s'ki qa aty. Vitin e ri në shpirë kismet. Sot e kena mundësit është. Po forësisht 40-50 euro. Në shtëpi. Natën e parë në shtëpi, ma ndej netëve tjera të shojmë. Të holla për rreth 150-200 euro. Pajmë varsisht prej rrethonave, prej mundësive. Zakonisht në shtëpi e presim, përgatisim mjaft, mirë po kryesisht në shtëpi. Po si zakonisht në shtëpi e pres, do pak të natën e parë, po dhe dytën në shtëpi. Është një ambient pak pandryshe, sa i hotele që do ka ofron diçka më mirë se sa në shtëpi, sipas mendimit tim. Bazë statistikave të Kosovës, Agjencioni Statistikave të Kosovës, buka dhe drithrat, si dhe mishi, janë produkte që më së shumti i konsumojnë qytetarët, rreth 19%. Ajo që ka është interesante është që peshku është vetëm 2%, 2% konsumohet nga totali i konsumit vendor. Pijet jo alkoholike janë 10%, do me thonë pijet zonë një vend shumë të rëndësishëm në tavolinat në tryezat e kosovarëve. Për të pa pak ma shumë një përmbledhje të kësaj se si shtrohet një tryezë e Kosovës, një tryezë për vitin e ri, themi edhe çka shpenzohet më së shumti, në çka shpenzohet më së shumti, kemi përgatitur një kronik, Merita, gazetarja ajo Merita Berisha Prebreza, ka përgatitur një kronik e cila flet pak ma shumë rreth kësaj që sa potencuam, pra shpërndarja e konsumit të ushqimit në Kosovë dhe ajo se si përgatitet një tryezë për festën e vitit të ri. Nata e vitit të ri nuk ka kuptim pa një sofër a tavolin të mbushur me ushqim e pije. Dhe për këtë, kosovarët nuk kursejnë, por shpenzojnë shumë që të paktën një herë në mot të kalojnë sa më mirë që kanë mundësi.
e kësaj më së tepërmi u gëzohen bizneset që prodhojnë ato të cilat i shfrytëzojnë qytetarët. Këto duar punëtore po lëvizin me shpejtësi për t'i plotësuar kërkesat e shtuara për mish. Pronarët të kësaj firme e din që festa e vitit të ri u sjell fitime të mira, prandaj kanë marrë masat për shtim të prodhimeve. Rritjen më të madhe të shitjes dhe të realizimit e kemi për festën e vitit të ri. Dikun për 50%. Dikun për 50%, sidomos në javën e fundit, para vitit të ri, kemi kërkesat shtume, por na jemi të përgatitur sepse kemi filluar me apliku edhe punën në 2 turne ndërtore, kështu që kemi rritë edhe kapacitetin e thjerrjes. Gjatë ditës i thjerrim dikun 5.000 deri 6.000 copa zogj. Pos mishit, Latifi e pranoi se për vitin e ri shiten shumë edhe vezët. Shtohet zakonisht për festa, sepse njerëzit kanë nevojë për ambëlsina të ndryshme me prodhu, andaj edhe kërkesat për vezë shtohen. Se kërkesat janë të mëdha, vrehet edhe nga dyqanet ku qytetarët po blejnë pa menduar se po shpenzojnë. Shpenzojnë varet prej buxhetit njerëzve, të mështerive. Ka njerëz që shpenzojnë 3-40 euro, 50 euro, ka njerëz 10-15 euro, 20, në varet. Amo gjatë festave, edhe ata që s'kanë mundohen sa do pak me arrit shumë. Me arrit atë shumën që për mos më kanë ndonë, si këta tjerë. Qytetarët shpenzojnë varësisht prej mundësive. Fula, përzhitmi, mish, kështu, ku na shkapi pëlqen. Shpenzime sa dusha, shpenzime. Po, unë po thëmë për veti se nuk jam ashtu kallabllak, unë vetë 3 antarë jemi na. Ama po ka shpenzime, shtetësi e madhe, qëto festat. Normal, si krejt, për shkak edhe kushtëve, edhe nuk ja vlen me harxhu qatë shumë se thjesht po ndroni vetë, është sikur çdo të tjera. Ma shumë mishin e pulës, edhe mish kështu, ma mish pulës ma shumë. Allah, e qka me thonë, na jem pakit, shumë pak jemi, njerës, si mbas nevojës. Po na plaq jemi. Një 20.000 pjekën edhe aqë. Por pule e pjeku në natën e vitit të ri nuk e ka hieshin e plot pa ndonjë gotë verë apo birë. Kërkesat tashmë janë rritur edhe për këto 2 lloj pijesh. Veraria Stone Castle në Rahovec ka punuar gjatë gjithë verës për të qenë gati në këtë kohë, duke ditur se do të ketë shumë punë e fitime. Pasi që ne si traditë e përgjithshme nuk jemi shumë tradicional në konsumin e verës, në Kosovë gjatë festave të funditit kërkesa bëhet enorme, si tek restoranet ashtu edhe tek marketet, një 80% rritet kërkesa për produktet apo për verat tona. E kërkuar është edhe birra që tashmë ka bërë emër. Gjatë kësaj periudhe kemi vrejmë një rritje mesatare të shitjes, kryesisht të produktet të birës, por edhe produkteve tjera. Kjo shitje ka një rritje dika krahasim me mujtë tjerë të vjeshtës, rreth 15% më shumë ka shitje të birës. Nuk kemi të kënaqur me këtë rritje, por prapë duke marrë parasysh tregun e Kosovës, mendojmë që është një rritje e mjaftueshme. Pos pijeve alkoolike, qytetarët blejnë më tepër edhe lëngje të ndryshme, prodhimi të cilave po ashtu është shtuar. Festa e vitit të ri gjithmonë ka një ngritje të punës, një rritje, një vëllim më të madh të punës. Kështu që ne kemi ndërmarrë masa me kohë që gjatë kësaj feste, gjatë festave të fundvitit, të jemi të përgatitur për ta përballuar këtë ngritje të punës për festat e fundvitit dhe festën e vitit të ri.
Një gjë është e sigurt që për natën e ndërrimit të motave, ushqim e pije do të ketë me bollok, por kjo bën që parat të jenë më të pakta. Pula, pemë, perime, pije, alkoholike, jo alkoholike, një tryezë kështu festive, një tryezë paka shumë edhe zakonshme, si që kemi gjatë gjithë vitit. Paka shumë, si që thash, edhe unë, edhe shumica e njerëzve që i pam në kronik nga intervista, e presim ashtu vitin e ri me këto produkte që i pam në kronikën që ndoqëm së bashku. Kronika ke shumë interesant sepse i tregoj artikujt bazik, ta kryesor që po besoj kosovarët i përdorin natën e vitit ri, pijet alkoholike edhe jo alkoholike, edhe mishi. E pam shumë interesante fabrika e prodhimit të pulave, edhe unë besoj që pula është një produkt shumë i kërkuar natën e vitit ri, edhe po besoj që duhet me prenotu pulën disa ditë më herët që me mujt me pasë në sofër natën e vitit ri. Përveç, unë e përmenda pemë perimet, po më duket mirë, po për pemë dhe perimet e kemi një kronik tjetër. Nuk është se konsumojmë shumë perime veçanërisht në bazë të asaj që po thotë të dhënat nga Agjencioni Statistikave të Kosovës, nuk është se janë të preferuarat e qytetarëve të Kosovës. Po, e vërtet që natën e vitit ri, jo që nuk është e pranishme salata me perime në sofrat dhe në tavolinat tona, po është ma pak se sa pemt. Dhe qysh është vështirë, po më duket me imaginu një vit të ri pa mandarina edhe pa portokaj edhe pa banane. Edhe interesant një e gjetur e kronikës është që mandarinat janë një produkt cilin që po vazhdan me imposht mollën si një produkt pem i preferum i kosovarëve. Unë e kam vrejt kohëve të fundit, por nuk e kisha besu që kosovarët shfrytëzojnë ma shumë mandarin, se sa moll në base çmimi që është jo shumë i lartë edhe prodhimi i shumt i kësaj peme në Shqipëri, që vjen si eksport të ne prej Shqipërisë, bën që të konsumohet shumë, po është një produkt shumë i kërkuar. Shohim edhe për kronikës tash, po edhe bananët gjithsesi që janë njëra prej pemëve më të preferume, pak më e shtrejt, po që tregtarët kanë thonë se është edhe ajo tash i më lirë se sa viteve tjera. Shkojmë me kronikën e pemëve dhe perimeve dhe kthehemi sërish në bashku, kemi edhe shumë kronika të tjera interesante për të parë. Puna në tregun e madh të Gjelbër në Prishtinë është shtuar të hënën. Shitësit me shumicë e pranojnë se 2 ditë para vitit të ri, molli po u shkon më shumë se më parë. Po më shumë janë produktet realisht të importit, mandarina, bananët, portokajt e këto tjera. Është një ngritje relative, dikun ka java e 2, java e 3 respektivisht të dhjetorit, është një ngritje relative, dikun me 20-30%. Këtu vinë për të furnizuar shitës me pakisë nga qytetet të ndryshme të Kosovës. Arjan Gashe, një tregtar nga Lipjani, tregon se çka po shitet më së tepërmi. Zakonisht, stash për momentin, mas shumë të shkon mandarina, banania. Shkojnë ka pak edhe perimet, po mandarina dhe banania janë si primare. Mulla është të kështu, edhe pse para se me orë mandarina mulla ka jetë shumë mirë. A i tha se blerës të mirë janë edhe gurbeqarët, që kthehen për vitin e ri në vendlindje. Zakonisht gurbeqarët vishin viteve tjera ma shumë si vjetë nuk ka shumë. Që dina pse tash ja e bën vetën që nuk kam para, çka tjetër nuk vedina. Edhe Agim Haliti thot se më shumë po shiten pemet se sa perimet. Me krahasu me mujt para prakt kalum. Me krahasu vrejet, një shitje pak më e madhe. Po si zakonisht për fund vit shiten mandarinat, portokajt, dardhat, mollat, do të të tjerat se në për salate për si shkojnë ma pak. Po me krahasu dikon 3-40% rritet.
Tregtarit e produkteve që importohen kryesisht nga Shqipëria, Greqia, Turqia, Italia, por edhe nga Amerika Jugore, thonë se e presin natën e vitit e ri të kalojnë më mirë se në të kaluarën, por thonë se çmimet aktuale po janë pengesë për të bërë tregti. Vitin e kaluar më shumë ashtaj të konë, si viti është më lirë për një 20% më lirë, edhe nuk po shitet. Edhe molla shkon. Tjerat nuk shkojnë kurrë. Bananet ka pak, karadhësh edhe çmimi i bananës ka rrosh shumë. Po. Mandarina, banani edhe molla shumë si vjet më lirë se çështë vitet e kaluara. Me gjithë ankesat e tregtarëve, të dhënat e doganës tonë se tash të vërehet një trend i rritjes së importit të pemëve. Prej tregut të madh ku pam aty shumë pemë dhe perime që bliheshin nga qytetarët, pam disa opinione të shitësve se sa po ka ndryshime në shitje në këtë fund vit. Dua të theksoj se as kjo promovim, as ky promovim që i bëm tregut madh, pazarit madh, as një paraqitje televizive tjetër që kemi bërë ndonjë biznesi, këtu në emisionin për ekonomi nuk ka qenë reklama, por nuk ka qenë promovimi i biznesit. Arsyeja kryesore është pse ne ju gjendemi afër ndërmarrësve, bizneseve, është sepse dëshirojmë të jemi sa më afër tyre për të parë se si në realitet ata zhvillojnë punën në operimet e tyre në fushat ku ata veprojnë. Gaz po shkojmë me një Po një kronike e radhës, e cila nuk është marketing as kjo, ne i kemi vizitu disa lokale, disa rroba qeps për të parë se nata vitit 3 për shumë kohë që nuk rrin shpe, kalohet në një lokal. Edhe dim që është bërë tashmë një tradit që shumë kosovare ndjekin, dikush natën e parë, por më shumë natën e dytë, po e di që njerëz shpenzojnë shumë. Po, ideja është që, e thash, njerëz bëjnë shpenzime, disa njerëz, që nuk janë pak, rezervojnë kalimin e natës të vitit të ri, ose natës dytë, në për lokale dhe restorane, dhe ne kemi pa të realizu një kronikë se qka në vërtet sa shpenzojnë. Duke fillu prej veshës, pastaj prej natës që e kalojnë në restoran, muzika që bëhet aty, edhe është një kronikë shumë interesante, e cila na lën me kuptu që disa këngëtarë shpenzojnë, marrin shumë para për një natë që kënojnë në një restoran. Ciao Butio. Gjirimet e vitit të ri ka përfunduar. Por ka diçka që këngëtarja Ganimete Abazi nuk e ka kryer ende për këtë fest. Ajo se ka zgjedhur fustanin që do ta vesh në mbrëmjen e 31 dhjetorit. Edhe kjo model. Zgjedhje mund të bëjë në Atelier Klas, ku pronaret ja din shijen klientes së tyre, duke ja propozuar këtë veshje, e cila u qep enkas për natën e vitit të ri. Për sot veç e kam përzgjedh modelin. Besoj që tash do e shihni se veç është duke u punuar fustani, edhe do jetë një fustan më klasik. Definitivisht fest duhet me pas gjithmonë njerëz duke pa krizën ekonomike që është ka plan vendin tonë, njerëz duhet me pas pak kujdes për mos të shpenzu shumë, se me të vërtet unë po mendoj për veti ja vlen në një mas. Sa i mirë. Shumë i bukur, shumë. Sa materiali i mirë. Yes. Super. Perfekt. Artistët, por edhe të tjerët që dëshirojnë të shkojnë në për lokale për festën e fundvitit, nuk kursejnë për të dukur bukur.
Disenjatorja Blerina Agushi tha se kërkesat kanë qenë kogja të mëdha. Gjatë festave të vitit të ri, qytetarët i kushtojnë edhe më shumë rëndësi, sidomos edhe këtë vit, ka pasur kërkesa edhe më të mëdha, domethënë. Zakonisht janë preferuar ngjyrat pak më edhe sa ajo kuqja që dihet edhe se është një simbol si viti të ri. Kërkesa të shumta pati edhe Drenusha Gjarra, e cila shquhet për kreacione të viteve të 60-ta. Gjatë periudhës kësaj sezonës dimrit e festave të fundvitit, përqindja e punës rritet deri në 20% krahasim ajo pauza prej shtator, tetor dhe nëntor. Një veshje klas, por edhe e rehatshme është kushti i parë për të ndjerë mirë. Por për një fest të veçantë, rol të rëndësishëm ka edhe vendje muzika. Restaurantet dhe hotelet tashmë janë bërë gati për të ofruar më të mirën. Në Golden presin rreth 500 veta për vitin e ri. Çmimet këtu janë të ndryshme nga nata e parë në të dytën. Po me 1 janar besoj që del çmimi për çift shkon 100 euro, me 2 janar shkon 80 euro që. Është një çmim i lartë, po janë dësene që t'imponohet ai çmim. Tu nis për kontraktorit, prej të vëshës, prej klasës punëtore, fuqisë punëtore, janë krejt të zhona plus marketingit që ta imponojnë atë çmim me dalë me ta. Se si kur t'ishin më lirë krejt, kish me konë shumë më lirë dhe më mirë për klient. E Hotel Sirius këtë vit ka menduar për adhuruesit e muzikës së lehtë qytetare. Menaxheri i këtushëm tha se çmimi për ata që duan të vinë këtu është i volitshëm. Kemi menu me bërë diçka një natë festive, por jo edhe shumë euforike. Për atë arsye, mysafirët do t'jenë në restoranin Hera, i cili gjendet në katin e 8, cili edhe ka pamje shumë të bukur. Dhe është një sallë e vogël e cila i nxjerr dikon afër 80 veta. Muzika e cila do t'jetë atë do t'jetë muzikë lehtë qytetare dhe me disa këngë huaja avantgard. Çmimi shkon 40 euro për menyn e përzgjedhur. E çmimi më i volitshëm sipas të gjitha gjasave është për ata që bëjnë muzikë. Megjithë që nuk pranojnë të flasin publikisht, Klan Kosova ka mësuar se këngëtarët pak më në zë paguhen bashkë me grupin e tyre edhe më tepër se 10.000 euro për një natë. Shkojmë pra kështu me një blok të shkurtër marketing për të kthyer së bashku në studio për vazhduar me pjesën e fundit të emisionit. Qëndroni me ne, kemi edhe disa kronika shumë interesante, si dhe kemi për mbledhjen e sezonit të dytë. Ndajmë me ju momente të paharrueshme, përderisa kujdesemi për çdo detaj. Punojmë t'i shtojmë magji festave dhe të sjellim në jetë ëndrat tuaja. Ne jemi Fines. Gaz,
Mas luftës, që nga mas lufta e deri tash një produkt i cili na ka shoqëru gjatë gjithë kohës, për festën e vitit 3 kanë qenë fishekzjarët edhe kanë qenë petardat. A e din qysh, janë disa festa cilat nuk kanë kuptim pa shumë produkte, po njëni prej tyre në këtë rast është petarda. Dhe dyqysh me shku nata e vitit 3, me dalë me fëmijë në qytet, në një shitore, edhe mos me kalu një periudhë gjatë kohës para prodhimeve piroteknike, dyqysh nuk ka kuptim. E di që nuk është mirë, e di që ky premtimi i kryetarit tonë këtë 3 shpendit nuk ka me u realizu, për shkak se është e pamundur me u dënu njerëz ka 100 euro për shpërthime që i banë, për shkak se nuk mund e kontrollon kërkush atë punë, po megjithatë festa e fundvitit e ka një farë hieshrie edhe me petarda. Po a ja vlen me shpenzu ka shumë? Nuk ja vlen me shpenzu shumë, ja vlen me shpenzu në kuptimin që e zbukurimit. Po ajo bëhet vetëm natën e vitit 3, domethënë fishekzjarët cilat ngriten lart qiell, bajnë dritë, e krijojnë një farë ambientit të kënaqshëm e pa me sy, po çka nuk ka kuptim janë këto petardët që fillojnë fatmirësisht këtë vit nuk është që ka pas që një periudhë gjatë kohore, po te edhe unë edhe shumica kosovarëve e dinë që deri si vjet kanë fillu dikon prej 28 nëntorit edhe gjatë gjithë dhjetorit ka qenë të mërshme të kaloshne për qendrat e qyteteve prej petardeve. Është mirë që nuk ka shumë, ka ma pak. Kjo djenja krismave, po, edhe... Po, nuk e di, prapë po thëmë që pa to s'ban, po edhe me to shumë me kalu limitin është pak a shumë një dhunimi i dëgjimit edhe një stres i madh që ta krijojnë në moment kur ti nuk e pret gjithë ajo krizë. Ta ndjekim kronikën që kemi përgatitur për lidhje me këtë temë, të shohim këtë prodhuesin të cilin e përmendëm, si dhe një deklaratë nga dogana e Kosovës në lidhje me importin e fishekzjarëve dhe petardeve apo mjeteve të tjera piroteknike që hynë në Kosovë, dhe kthehemi prapë në studio për pjesën e fundit të emisionit, themi. Nuk hahen e as pijen, por janë ndër artikujt më të kërkuar në prag të festave të fundvitit. Mjetet piroteknike mund të shihen e ndjehen gjithandej. Ato janë të ndryshme varësisht nga preferencat e blerësve. Fishekzjarët që përdoren shumë në Kosovë për fundvit importohen nga një vend i largët. Na jemi importues për Kinës. Panda është importues për Kinës me llogat pandës. Te kemi edhe depon që shpërndan me shumicë për aty. Te kemi me shumicë dhe me pakicë. Shitja atyre po shkon mirë. Ndërsa blerës të mirë po konsiderohen fëmijët që në shumë vende të botës nuk guxojnë ta bëjnë një gjë të tillë për shkak të rrezikut që paraqesin. Tash të shitën ma të vogla që janë diçka për fëmijë që shkojnë ma shumë. Nga ofër vitit 3, tradicion e vitit 3 shkojnë këtu ma të moja që janë baterijat e këtu ma të moja që janë për të rritun, që i përdorin ma shumë të rritun. Pak diçka prej dihet, ka fillu prej 20 të rësëzu. Se kërkesat për blerje të mjeteve piroteknike janë rritur, e tregojnë edhe të dhënat zyrtare të doganave të Kosovës. Gjatë këtij viti si sasi totale e fishekzjarëve kemi importu dika 700.000 kg fishekzjarë, apo që nëse përkthehet në vlerë, ato janë over 1.2 milion euro. Nga kjo sasi e importuar e mjeteve piroteknike, shteti përfitoi më tepër se 350.000 euro. Por, trendi i importimit të fishekzjarëve, sipas doganës, po shënon rënje për çdo vit. Si trend, nëse mirët si përgjithësi, si trend importi fishekzjarëve në 5 vitet e fundit është duke pas një ramje. Jo një ramje shumë të madhe, por në krahasim me vitet e kalume kemi gjithmonë më pak import të fishekzjarëve.
Përdorimi i fishekzjarëve nga festa 28 nëntorit e deri në vitin e ri është shndruar në një farë tradite në Kosovë. Në jo pak raste janë regjistruar edhe lëndime për shkak se ato janë shfrytzuar nga persona të mitur. Pam pra kështu opinionin edhe punën e atyre që shesin fishek zjarre dhe mjetet të tjera piroteknike. Me thënë e bëm kështu një përmbledhje të asaj se si paka shumë një familje kosovare e harxhon buxhetin e saj dhe kohën e saj për festën e fundvitit. Gjithashtu e përmenda në fillim që në fund të emisionit e kemi edhe një përmbledhje të sezonit të dytë. Po, pra, ky emision që e the edhe në fillim është një përzierje e prezantimeve të shpenzimeve që i bojnë kosovarët për vitin e ri, po me qenë se është fundi i vitit, edhe fundi i sezonit dytë të emisionit, është edhe një përmbledhje e punës që emisioni e ka bo. Kështu që pjesa e sezonit parë shkoj ma herët, unë propozoj të ndjekim edhe atë punën që e kom po unë personalisht, po më bjen me lavdu vetën, për ndodhit temat që janë trajtuar dhe disa veçantit të emisionit, po besoj që e vlen me e pa se është interesant. Qa kështë veçu prej sezonit dytë, diqka? Po, unë mendoj që ti tashmo e din në qka unë prejkem ma shumë, prejkem në ato që ka vjen prej venit ku unë jam, edhe jo radhë herë më ke akuzu që po i favorizoj zhvillimet prej Mitrovicës, që edhe mund të mos jetë të vërtet, po paka shumë edhe është të vërtet, po storia për Trepçen, emisioni për Trepçen, besoj që është një diçka që unike në trajtimin e kësaj lloji që është bë temave ekonomike. Me thënë drejtën, nuk kam prit që kemi bë qysh ka dalë, po ka dalë një emision shumë perfekt. Unë në gjyqjet e fundit kam qenë Mitrovicë dhe kam marrë shumë fjalë të mira për emisionin që ke bën për Trepçen, për shkak se njerëzit e dinë çka është Trepça, e dinë që mundet me qenë një potencial shumë i madh, që mundet më jep vendit një shtysë të madhe zhvillimit ekonomik, por nuk e kanë ditë ku fillon puna dhe ku mbaron. Edhe ato që ti u ke ofruar me emision që e quaj shumë herët, e ke kaluar një ditë tonë atje dhe njerëzit kanë pritur shumë mirë, po besoj që është kulmi i sezonit, edhe nuk e di, mbase ka qenë rastësi, po ka qenë rastësi që ka shku në favor të krejtë saj pra për me qitë një qershim vitorte me përfundu sezonin me një emision t'ilë prej Trepçës. Një vërtet ka qenë edhe ndjenë shumë e veçantë me qenë atje dhe mu me thore dhonë që është një prej emisioneve të mia të preferume prej fillimit e deri në fund, themi deri tash në fund vit. Çka duhet me përmend është që në sezonin e dytë karakteristike ka qenë edhe përmendet edhe në kronik, në përmbledhje që kemi bërë, është ribrandimi i emisionit, për të cilin duna me falenderu IBRD apo Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, të cilët përmes një granti që kanë ofruar emisionit për ekonomi, për Strat Communications, na kemi bërë ribrandimin e emisionit dhe kemi ardhur me një pamje të re të emisionit, që ka qenë pak më ndryshe se sa ajo e kaluar. Do të thënë këto dy karakteristika, kjo është një prej karakteristikave themi veçanta që ka përjetuar emisioni si i tillë, si një brand, si një produkt që është në zhvillim. Të përgjasim më tepër, po shkojmë me përmbledhjen edhe kthehemi sërish për të përfunduar kështu së bashku emisionin e fundit për vitin 2014. Mirëmbrëma shikues nderuar televizionit Klan Kosova. Po kthehemi kështu së bashku në sezonin e dytë të emisionit për ekonomi me mua Erza Vela Berishën. Sezonin e dytë kemi menduar me i bë disa ndryshime, duke filluar nga imazhi apo një ribrandim të emisionit, me çrast nga emri E2 e kemi bërë në emrin Ekonomia me Erzën. Shtatori u nis me një intervistë ekskluzive me shefin e Bankës Evropiane për Rindërtim e Zhvillim, Antoni Kobakov, i cili tregon se çfarë duhet të bëjë Kosova në mënyrë që të ngjallet ekonomikisht. The improvement in the World Bank Doing Business report is indeed commendable, but the improvement is from a very, very low base to a slightly higher base, not really to the very high ranking. The business environment, I think, and most experts, I think, also would concur, is still very, very challenging in Kosovo. It is very difficult to do business here.
Duke qenë se shtytës të mëdhenj të zhvillimit ekonomik të vendit janë bankat, emisioni i radhës ju kushtua atyre, por në këtë rast u tha se bankat nuk qajnë fort kokën për të tjerët, sa për veten. Oligopol është një marrëveshje ku dy e ma tepër biznese bojnë për të marrë nivelin më të lartë të mund të çmimeve. A kemi diçka të tillë në Kosovë? Nuk duhet me qenë ekspert i madh për mi vërejtë që ka një marrëveshje ndërmjet bankave komerciale në Kosovë për të marrë çmimet e shtrejta. Sonte do të flasim për sigurimet, jo për ata djemë të guximshëm që bëjnë sigurimin e objekteve, mirë po do të flasim për tregun e sigurimeve. E në radhë pas bankave, sigurisht janë kompanitë e sigurimeve. Përfaqësuesit e tyre thanë se janë në gjendje të punojnë për të mirën e klientëve, por kritikat ndaj tyre nuk ishin të pakta. Bankat qendrore janë obligative për kompanitë. Prandaj në këtë drejtim kanë ngecë. Shoqata e sigurimeve, bankat dhe bizneset e sigurta janë ato që duhet të kenë përgjegjësi më të madhe karshi qytetarëve. Kjo temë u trajtua në javën vijuese nga Erëza. Me këtë rast u tha se bizneset janë përgjegjëse ndaj komunitetit, por shumë pak se sa që mund të jenë në të vërtetë. Fitojnë miliona euro dhe fare pak investime. Tema e radhës që u trajtua në ekonominë me Erëzën ishte dukuria negative e shkatrimit të pyjeve. Këtu u shfaqën edhe pamjet e aksioneve të policisë dhe përgjegjësve tjerë në ruajtjen e malit. Gjatë patrollimit në rrugën, në trasën e rrugës Podujev-Kërpime, të në fshatin Peran, ky kamion na ka vrejt, jem duke patrulluar dhe ka hy këtu mbrana dhe vozit që ka ikë. Mysafirët lanë të kuptohet se ka paqartësi në kompetencat për menaxhimin e pyjeve. Po nuk kem nga kompetenca. Jo, që nga me gjas rasti i duhun që me tregu që nuk po funksionon si duhet. Kompetencat që komunë kom kompetenca në shkurre. Drut e Kosovës nuk është që eksportohen, por vendi, megjithatë, ka prodhime që i shet jashtë. Për këtë temë u fol në emisionin e ri, ndërsa u kuptua se gjatë tetorit më së tepërmi u dërgua mall në një vend të largët. Vendet kryesore nga ku ka eksportuar Kosova sipas të dhënave të gushtit është se në Kinë kemi një përqindje nga 29, vendet të BE-s 18. Prodhime jo materiale eksportojnë edhe disa biznese që për pronar kanë të ri nën moshën 30 vjet. Erëza u afari një mision atyre me që rast të kuptua se kosovarët janë të zot të ofrojnë shërbime në shumë shtetet të botës, nga Prishtina ose ndonjë qytet tjetër i vendit. I kemi në Amerikë, Kanadë, edhe Holland, kryesisht. Mandej produktet buhen edhe për klientë atje, po partnerat kryesori kemi në Holland, në Amerikë dhe në Kanadë. Nëntori ishte muaj në të cilën disa kryetar komunash në vend mbushën një vit prej se morën udhëheqjen e tyre. Edhe ndryshimi që u bë në këto qytete në aspektin ekonomik ishte temë debatit të radhës. Agim Bahtiri, që erdhi në pushtet me shumë premtime, tha se po i realizon ato. I kom nënshkruar 55 milion kontrata, 55 milion. Kur do t'i shohim këto se funksionuar atëherë? Ata, jo, do ja kanë filluar. Megjithatë, ati ju bë e ditur se ka mangësi. Kryetari ka pas premtime të mëdha, pak ka thonë që edhe vetë ka me ardhur me një fabrikë të madhe, tentoi Mitrovic, nuk arriti me realizuar projekt. Ndihmë të madhe për komunat dhe bizneset e ndryshme në vend, Amerikanët përmes USAID-it në 15 vitet e pas luftës i dhuruan Kosovës rreth 700 milion donacione. Për këtë gjë, mysafirët e shtetit mik u nderuan me një mision të veçantë. Provided us $2.5 million, we've been able to set aside $26 million in loans to agricultural firms with banks through loan guarantees. Fokusi i ndihmës amerikane dhe europiane është bujqësia, por është thënë disa herë se Kosova nuk e di sa ka potenciale dhe mundësi për të zhvilluar këtë sektor. Kjo pritet të mësohet vitin që vjen, pas regjistrimit që u bë në 20 ditët e para të nëntorit, proces ky që u trajtua edhe në Klan. Ne mund të themi se jemi të kënaqur me procesin e regjistrimit të bujqësisë në të gjitha komunat ku është zhvilluar regjistrimi i bujqësisë. Bujqit, sipas një përfaqësuesi të tyre, u ndonë të pakënaqur me atë që u bë në terren. Nuk kemi qenë për shkak se nuk na ka ofruar kërkush bashkëpunim, as ente statistikave edhe as institucione të tjera. Këto ditë u bë i ditur fakti se është zgjedhur kompania që do ta ringjallë Brezovicën.
Ky lajm mjaftoi që Erëza të thëras mysafir në studion e saj për ta diskutuar këtë temë. U tha se gjithçka shkoi mirë. Procesi ka qenë aq i transparent sa që edhe ofertat kanë ardhur në bazë të atyre kriteriumeve që për shembull kompanitë kanë menduar që kanë një konkurrencë të madhe. Por një koleg, gazetari autorës, gjeti se jo gjithçka ishte transparente me këtë proces të përzgjedhjes së firmës që pritet ta bëjë Brezovicën lider të turizmit dimror në rajon dhe më gjerë. Konzorciumi, jo, nuk ka kredi online. Vesh hinë për kompani. Janë 408 faqe aty që i kanë pru. Nuk janë kredi online. Ajo, na po flasim për kompani delat, nuk mujna me po flasim për proces prokurimit. Jena në fazë prokurimit edhe janë 90 ditë afat ligjor për më nëshu kontrata. Mande janë 180 ditë ku kanë më nësharu sanet gjithçka. Pra gjithçka ka me qenë transparente, gjithçka ka me qenë përputhje me ligjin. Lajmi për Brezovicën e kishte gëzuar edhe kryeministri në largim Hashim Thaçi, që këto ditë kishte arritur një akord me LDK-n për të qeverisur bashkë në mandatin e ri. Shkrirja e planeve ekonomike të dy partive në një program të përbashkët u diskutua në emisionin e radhës. Konsideroj që dy partitë të mëdha kanë vlerat e veta, kanë përvojat e veta dhe konsideroj që do të mirën prioritetet në këtë kohë që ketë një zhvillim ma dinamik dhe një zhvillim ma të mirë. Këtu morë vesh se Ramiz Kelmendit i kishte bërë ofertë për një post me rëndësi. Kam një ofertë, që në oferta që t'jem zëvendës kryeministër për çështje ekonomike. Do të thënë oferta për të qenë zëvendës kryeministër për çështje ekonomike është në tavolina, po është e vendosur. Por në ditën kur u transmetua misioni, Kelmendi e kuptoi se nuk ishte pjesë e qeverisë. Pozita më rëndësishme ekonomike në ekzekutivin e ri ju dha Blerand Stavilecit, që deri tash po mirej me bujqësi. Erëza u tregua shpejt dhe intervistoi atë në ditët e para të ardhjes në zyrën e re. Të gjithë pajtohemi që plaga më e madhe është papunësia. Dhe ne duhet të japim përgjigje konkrete për papunësinë. Duhet të shpallim luftë asaj. Ati ju bë me dije se puna që po bën do të ndiqet çdo ditë nga mediat. Arsyeja kryesore pse ne gjendemi sot këtu në zyrën e tij është ta dërgojmë mesazhin se misioni jon do të jetë afër kësaj ministrie për të parë punën që nga ditët e para. Erëza nuk qëndroi në studio as në emisionin tjetër. Kësaj radhe ajo vendosi të shkojë në Trepç dhe u zgjua herët për të bërë një gjë të tillë. Mirëmbrëma për juve që jeni në përshpia, mirëmëngjesi për ne që jemi këtu në Kerr. Është mëngjes, është ora 6 e mëngjesit, edhe unë, Erza Vela Berisha, së bashku me ekipin e emisionit për ekonomi, jemi të shku në punë. Puna e sotme jonë do t'jetë Trepça. Emisioni që u kushtua dinosaurit i cili po shpreson të rinjallët, paraqiti krejt procesin e punës këtu, nga fillimi e deri në fund. U pa se në Trepç gjithçka është e vjetër dhe se rinimin e saj po e pengon statusi në menaxhimin e AKP-s. Përmes ekonomisë me Erëzën, minatorët dhe drejtuesit e Trepçës i bën thirrje qeverisë ta ndryshojë këtë gjendje, pasi vendi do të përfitojë shumë më tepër se 10 deri në 12 milion që i merr tashti. Kisha pas një mesazh për qeverinë, që është taze vetë sa dol me burre, mos na harron. As me rroka, as me teknologji nuk ka vjetru. Shumë jena të çu me gjyks, me të vjetra. Mos na harron në animon, se ja kthejna me emër të Allahut ja kthejna. Se çfarë do të ndodhë me Trepçën nuk dihet, por ajo për të cilën nuk bën të dyshohet është se ekonomia me Erëzën do të vazhdoj edhe vitin që vjen, me besim të fortë se do të bëhet edhe më i mirë se sa që është tashti, kur janë mbushur vetëm 8 muaj të nisjes së rrugtimit të tij. Duke shpresuar për një ringjallje të madhe ekonomike për vendin, vitin që vjen ju urojmë gëzuar 2015 me Erëzën. Pam për mbledhjen e emisionit sezonit të dytë, tash që shpomshin nuk kemi veç unë edhe Gazi, kemi disa zhurmagji këtu që s'pënalen të folë, edhe në anën tjetër disa të tjerë, edhe janë këta një pjesë e ekipit të emisionit që na e bojmë së bashku. I kom ftu me qëllim këtu në skenë me e pas e me qëfar njerës të mrekullushëm, nuk e dja mundeni me pas atë mirë janë për mes televizorit, ta janë shumë të mirë për ndryshe. Punojmë shumë mirë bashkë, ka një herë më bërtasin, ka një herë u bërtas, bohëm nervoz, mirë po për fundim menojmë që e bëjmë një punë të mirë. Do me thonë, Gaz, na jena në mes këtu,
Jena të përfundu emisionin, një mesazh. Po besoj që herën tjetër kur dalim një kësi fotografie, grumbull njerëzve ka me konë 2 fish, shumë ma shumë se sa këta. Kjo do me thonë që emisioni pretendon me konë edhe maj mirë sa që është, nuk po besojmë asona si erza krejta njerë që e bojmë emisionin që ky, që po e bojmë këtë kohë është maj miri, po qëllimin për me bojmë atë mirë asë një herë nuk mungon, po besoj që kanon zit me konë edhe maj madhë vitin e ashëm, besoj që kena mi arrit qëllimit. Gëzuar viti 2015, shumë shëndet, punë të mbarë, rahatie, harmonin familjet e juaja, nga unë Erza Vejla Berisha. Dhe nga unë Gazmend Sylla, bashkë me gjithë këta njerëz. Miru pafshim vitin e ardhshëm, besoj me 19 janar do të shihemi sërish së bashku, deri atëherë pushimet këndshme, urime vitin e ri dhe gjithat mira. Miru pafshim.